Zoti Aliu, që ta kuptojmë që ka mungesë deficit kadrovik. Po pse atëherë largohen 50 nuk largohen, por është procedurë administrative. Se financat kanë dhënë mendim negativ, apo? Pikrisht, pra në çdo institucion shtetëror, përveç ministrisë, përveç kërkesës nga institucioni, në këtë rast nga klinika, dhe kërkesës nga Ministria e Shëndetësisë, duhet jepet pëlqim edhe nga Ministria e Financave, që trajton numrat dhe vlerat, nuk trajton vlerën. A keni ndërhyrë ju si ministër të keni diskutuar se kjo klinik ka nevojë për këta? Jo veç kjo klinik, ne kemi deficit kadrovik në çdo klinik, besoni, dhe tash bëjmë riorganizim, risistemim të kapaciteteve njerëzore. Pra shumë shpejt edhe kjo klinik, si të gjitha tjerat, do të ketë zgjidhje kadrovike. Këtu ka ndodhur një keqpërdorim dhe keqkuptim administrativ ndërmjet institucioneve, ku njëri institucion me vonesë ka bërë kërkesën dhe tjetri pa analizuar mirë ka dhënë mendim negativ, pra do të zgjidhet problem. Do të rikthehen në punë? Nuk e dia do të rikthon të njëjtën në punë, po gjithsesi do duhet sistematizimi të bëhet dhe plotësimi i vendeve në bazë të sistematizimit.